Teatri Andon Zakuçajupi i Korçës u bë skena një koncerti recital të mezzosopranos rumune Claudia Kodreanu dhe pianistit korçar Pirro Gaçi në një performancë të përbashkët me nxënësit e shkollës artistike Tefta Tashko Koço. Programi i përzgjedhur me kujdes ofroi emocione të veçanta dhe interpretim artistik të nivelit lartë, duke mahnitur publikun. Ky recital shënoi përmbylljen e masterclassit 3 ditor të zhvilluar me nxënësit e shkollës, një aktivitet që u mbështet plotësisht nga Këshilli i Qarkut Korçës. Siç theksoi kryetari Petrika Tollkuçi, mbështetja institucionale është e rëndësishme për zhvillimin e artit dhe talentit të të rinjve. Kjo traditë miqësie vazhdon dhe sot. Pas vitit 1992, Rumania ka hapur dyert e universiteteve të saj për shumë studentë shqiptar. Shumë të rinj nga Korça kanë studiuar atje dhe vazhdojnë të jetojnë dhe punojnë në Rumani, duke ndërtuar ura të forta bashkëpunimi, miqësie dhe madje edhe lidhjes familjare që forcojnë më tej marrëdhëniet mes dy popujve tanë. Nxënësit e përfshirë e përjetuan këtë eksperiencë si shumë frymëzuese, duke marrë një uri të vlefshme dhe motivim për rrugtimin e tyre artistik. Mbrëmja u përmbyll me duartrokitje të gjata nga publiku, duke shënuar një tjetër aktivitet të suksesshëm dhe të vlefshëm në kalendarin kulturor të qytetit.